Bashkëpunimi ushtarak mes shteteve është normë në arkitekturën moderne të sigurisë, por në Ballkan ai vazhdon të shihet si problem, të paktën nga Serbia, kur përfshihen Kosova dhe dy aleatët e NATO-s, Shqipëria dhe Kroacia. Narrativi shkon deri në perceptim të rrezikut që jo domosdoshmërisht reflekton gjendjen reale të sigurisë në terren. Piknisja e gjithë kësaj dinamike ishte një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, e nënshkruar më shumë se një vit më parë. Nënshkruesit e paraqitën atë si një angazhim për forcimin e bashkëpunimit, mbrojtjen e territoreve dhe kontributin në paqe e sigurinë ndërkombëtare, duke theksuar se nuk është e drejtuar kundër askujt. Megjithatë, Serbia e interpretoi si provokim të hapur, që rrezikon integritetin e saj territorial dhe sigurinë e qytetarëve. Deri në atë pikë sa presidenti Aleksandar Vučić deklaroi muajin e kaluar se këto vende po përgatiten për sulm. Në mes të asgjës, shfaqet një aleancë ushtarake mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, jo një bashkëpunim ushtarak teknik, jo një bashkëpunim ushtarak ekonomik, por një aleancë ushtarake. Dhe natyrisht, jam i friksuar për çdo qytetar të këtij vendi, tha Vučić për radio-televizionin e Serbisë. Për ta forcuar këtë narrativ, ai paralajmëroi javën e kaluar investime të reja në ushtri dhe një rritje të mëtejshme të kapaciteteve mbrojtëse, duke theksuar se Serbia duhet të jetë e përgatitur për çdo zhvillim në një situatë komplekse sigurie, të shkaktuar nga aktivitetet e Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Në ditët në vijim do të nënshkruajmë kontrata shumë të rëndësishme për prokurimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, presim vizita të rëndësishme dhe kontrata të reja me vende të tjera, me qëllim bërjen e porosive të mëdha për ushtrinë tonë, shkroi Vučić në Facebook. Në një rajon ku kujtesa e konflikteve të viteve 90 ndikon ende mënyrën se si lexohet siguria, edhe zhvillimet që në thelb duken bashkëpunuese, shpesh marrin kuptime politike. Radio Europa e Lirë ju drejtua NATO-s për koment lidhur me deklaratën për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë dhe reagimet që ajo nxiti në Serbi. Një zyrtar i aleancës tha se bëhet fjalë për një marrëveshje trepalshe mes këtyre vendeve dhe institucioneve në Kosovë për të cilën NATO-ja është në dieni, por nuk është palë. Sipas tij, antarësia në NATO nuk i pengon aleatët të zhvillojnë bashkëpunime shtesë në fushën e mbrojtjes. Serbia e paraqet veten si ushtarakisht neutrale, ka buxhetin më të madh të mbrojtjes në rajon dhe bashkëpunon paralelisht me NATO-n, Rusinë dhe Kinën. Përse atëherë një marrëveshje mes tri vendeve që nuk kanë as pretendime territoriale dhe as kërcënime të shpallura ndaj saj, nxit reagime të forta në Beograd. Për ekspertët e çështjeve të sigurisë, përgjigjja qëndron më shumë në interpretim politik se sa në një kërcënim real. Aleksandar Radić, analist ushtarak dhe publicist, thotë se një pjesë e shoqërisë në Serbi i sheh zhvillimet rajonale përmes prizmit të kërcënimeve të jashtme, çka e bën më të lehtë për Vučić të krijojë imazhin e një vendi në rrethim dhe të mobilizojë mbështetjen përmes retorikës së sigurisë. Në kushtet e protestave antiqeveritare që zgjasin prej më shumë se një viti, Radić vlerëson se pretendimet për rreziqe nga jashtë shërbejnë edhe për të zhvendosur vëmendjen nga krizat e brendshme. Kur analizohet mundësia e njerëzve që e mbështesin Vučićin, vërehet se ata janë të prirë të besojnë se faktorët të jashtëm ndikojnë negativisht në Serbi. Ata mendojnë se shërbimet e huaja të inteligjencës po e prishin rendin dhe po veprojnë kundër interesave serbe. Në këtë kontekst, marrëveshja me Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës i shërben Vučićit si një mjet i dobishëm për të forcuar narrativën se ai po e mbron Serbinë dhe po e fuqizon ushtrinë, sepse është e nevojshme, thot analisti serb. Në këtë mjegull të opinionit publik lihet anash fakti se vetë Serbia ka një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me Kroacinë. Ajo është nënshkruar në vitin 2010 nga ministrat e atëhershëm të mbrojtjes Dragan Šutanovac dhe Branko Vukelić dhe mbetet ende në fuqi. Kryeministri kroat Andrej Plenković foli së voni për të, teksa kritikoi narrativën e Vučićit si të ndërtuar qartazi për qëllime të brendshme politike. Kur shihet një përmbajtje marrëveshje që ekziston mes Kroacisë dhe Serbisë, është e ngjashme e madje më e plot në disa aspekte se sa ajo që Kroacia ka me Kosovën dhe me Shqipërinë, u tha Plenković gazetarëve. Analisti kroat i çështjeve ushtarake, Maringo Ogorec, thot për Express se është për keqardhje që Vučić e interpreton
në atë mënyrë një bashkëpunim që synon forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta. Sipas tij, një retorikë e tillë rrezikon të nxjisë tensione të panevojshme dhe të çojë edhe në garë armatimi. Kjo në teorinë politike quhet dilemë sigurisë. Nëse shihni se fqinji juaj armatoset shumë, natyrshëm edhe ju filloni të reagoni në të njëjtën mënyrë. Kjo çon në garë armatimi. Ne po e shohim se Serbia realisht po armatoset dhe po blen sisteme armësh përtej nevojave të arsyeshme, thot Ogorec. Serbia ka në arsenalin e saj armë si nga perëndimi, ashtu edhe nga Rusia dhe Kina. Muajin e kaluar u bë ditur se nga Kina ka bler edhe raketa balistike supersonike CM-400 me fuqi të madhe shkatruese. Për ekspertin e sigurisë në Shqipëri, Xhevit Shala, kjo nxjerr në pa asimetrinë e armatimit në rajon. Serbia së fundmi mori raketa kineze hipersonike të prodhimit të fundit. Çfarë mori Kosova? Kosova mori nga SBA raketa antitank. Ato janë për mbrojtje, kurse raketat hipersonike nuk janë të tilla. Ato janë për sulm, për të cënuar të tjerët, me rrezë veprimi që kapin territoret të vendeve të tjera, përfshirë edhe antarët e NATO-s, thot Shala për Expozen. Ai vlerëson se retorika e Vučićit për kërcënimin ndaj Serbisë është ndërruar në një refren të ditës, i drejtuar kryesisht për publikun e brendshëm të polarizuar, por edhe si mesazh politik për perëndimin. Duke paraqitur këtë si aleancë të rrezikshme për Serbinë, ai përpiqet të justifikojë vazhdimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Kinës, si dhe blerjen e armatimit prej tyre. Pra gjoja si pasojë e kërcënimit, jemi të detyruar të veprojmë kështu, thot Shala. Eksperti i sigurisë në Kosovë, Burim Ramadani, pajtohet se argumentet e Vučićit për kërcënime nga fqinjet janë të paqëndrueshme, apo siç i quan ai, kamuflim për qëllime të tjera politike dhe gjeostrategjike. Qartazi, propaganda e Serbisë ka një qëllim prapasaj dhe ai ka të bëjë me forcimin e lidhjeve me Rusinë dhe Kinën, të cilat po ashtu kanë interes për Ballkanin Perëndimor. Të jetë i destabilizuar, shtetet e tij të jenë nën kërcënim dhe nën presion, dhe NATO-ja të jetë në situatë më të ndjeshme, thot Ramadani për Expozen. Serbia, që nga viti 2006 është pjesë e programit të NATO-s, Partneriteti për Paqe, dhe ka planifikuar stërvitje të përbashkëta me aleancën muajin e ardhshëm. Një zyrtar i NATO-s konfirmoi për Radio Europa e Lirë se ata respektojnë neutralitetin ushtarak të Serbisë, duke theksuar nevojën për besim dhe angazhim për stabilitetin rajonal. Për të ecur përpara, partneriteti i NATO-s Serbi duhet të jetë një rrugë me dy kaje, i bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellët, si dhe në një përkushtim të sinqert për stabilitet rajonal. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Serbisë që të angazhohet me NATO-n dhe me fqinjet e saj në mënyrë të përgjithshme dhe konstruktive, tha zyrtari i NATO-s. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, gjatë një vizite në Serbi këtë javë, bëri thirrje Beogradit që të thellojë bashkëpunimin me SBA-n dhe NATO në fushën e sigurisë. Në një shkrim për gazetën serbe politike, Whitaker tha se blerja e teknologjisë së mbrojtjes që nuk është në përputhje operacionale me sistemet europiane ose amerikane e ndërlikon bashkëpunimin e ardhshëm dhe krijon pengesa të panevojshme. Shala, në anën tjetër, vlerëson se vetë propozimi i Shtëpisë së Bardhë për emërimin e një ushtaraku në pozitën e ambasadorit amerikan në Shqipëri tregon se SBA-ja e trajton me seriozitet çështjen e sigurisë në Ballkan dhe e sheh rajonin si pjesë të rëndësishme të interesave të saj strategjike. Për Radishin, tani është koha që Serbia të definojë pozicionin e saj. Neutraliteti ushtarak nuk është as i njohur ndërkombëtarisht dhe as funksional. Në Serbi duhet të pozicionohemi ndaj NATO-s në një mënyrë tjetër, ose të bëhemi antar me të drejta të plota, ose ta definojmë ndryshe neutralitetin dhe të ecim përpara, jo të krijohet përshtypja se të gjithë rreth nesh janë armiq. Fatkeqësisht, kjo e çon Serbinë në një situatë të ngjashme me vitin 1999, kur të gjithë ishin kundër saj. Atë kohë, NATO-ja e bombardoi Serbinë dhe hapësira ajrore të gjitha vendeve përreth Serbisë u përdorën për veprime dhe forcave të NATO-s. Kjo duhet të ishte një mesazh historik, se një vend nuk duhet të krijojë një mjedis tërësisht pa aleat. Fatkeqësisht, historia në një farë mënyre po përsëritet, thotë Radić. Serbia tashmë duket se ka pak kontroll mbi dinamikën që po formësohet në rajon. Sipas Ogerecit, Kroacia dhe Shqipëria si antare të NATO-s dhe Kosova si vend që synon antarësimin, po i përshtatin kapacitetet e tyre ushtarake me standardet e aleancës, një proces që ai e përshkruan si të kundërshtueshëm, por krejtësisht të natyrshëm për shtetet antare.
Nëse kjo në Serbi lexohet si gara armatimi apo kërcënim, atëherë bëhet fjalë për një mënyrë perceptimi të realitetit dhe jo për realitetin, përfundon Ogorec.